Zemrimi është dy llojesh. Zemrim i çortueshëm, i papranuar dhe zemrim i lavdruar. Sa i përket zemrimit të çortueshëm ose të papranuar, është mbledhje dhe zemrimi për interesat personale tonat. Sidomos për ato interesa personale që realisht nuk kemi bazë argumentative që të zemrohemi apo të mlefosemi. Dhe për këtë lloj zemrimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon një person i cili vjen dhe i thotë ja Rasulullah, ausini, o i dërguar Allah, më këshillo diçka. Tha la taghdab. Mos u zemra. Fa raddada miraran la taghdab. Mos u zemra përsëriti disa herë, mos u zemra. Për të mos u pikëllo, mos u hidhra, mos u mlefos, për të treguar që baza e lumturisë në jetën e kësaj bote është largimi i zemrimit dhe mbledhjet nga zemra jote. Gjithashtu transmetohet nga Hasan el-Basriu që një njeri e fyti dhe e mallkoi. Pastaj publikisht para njerëzve, dhe kjo është më e rëndë se sa njeriu të ofendoj ty në katër sy. Por kur ofendimi vjen publikisht është të rëndë për zemrën që ta mbojë mlefin. Andaj Hasan el-Basriu çka bëri? U kthye në shtëpi. Përgatiti një dhuratë dhe ja dërgoi atij që kishte fyer dhe kishte mallkuar. Dhe tha, me ke dhuruar të mirat e tua, pra sevapet e tua mi ke hedhur mua, e unë po ta kthej me një dhuratë fizike. Me këtë Hasan el-Basriu dëshiron të tregonte se ai që zemron dhe mlefuset, ai humb te Allahu Azza wa Jall. Sepse veprat e mira të tij i hidhen personit tjetër. Ta me këdhuruar të mira, tha, po ta silli me dhuratë fizike. Shikoni se çfarë sabri, dhe çfarë durimi, dhe çfarë përmbajtje në raport me mbledhjen dhe zemrimin. Burri normalisht u turpërua dhe i kërkoi falje Hasan el-Basriut.